Kush e ushtron detyrën nëse Zonja Osmani me 4 prillit realisht? Kush e ushtron? Jo, nëse Zonja Osmani me 4 prill e lëshon zyren. Me 4 prill vjen kryetaria e kuvendit dhe bëhet ushtruese e detyrës. Pra, ne nuk po flasim për situatë kur mund të vazhdoj Zonja Osmani, po flasim vetëm atë të shpat zgjedhët Zonja Osmani apo Zonja Haxhiu. Ky është keq kuptimi që janë mundu me mbjell mjegull me thonë që presidentja vazhdon në farë mënyrë mandatin. Jo, presidentja me 4 prill përfundon mandatin në zyre, nuk shkon më, nuk del më në zyre. Sepse nuk ka asnjë mekanizëm që kjo mundet me vazhdu, ose kjo ose kushdo tjetër që është president mundet me vazhdu për te këtij mandati. Prandaj nuk ka konflikt këtu personal Zonja Osmani, ose kushdo që kishte me qenë vend saj, sepse nuk e vazhdon mandatin e vet. Në fakt konflikt personal ka kryetari i kuvendit ose kryetaria e kuvendit, e cila e merr mandatin e ushtruesit detyrës presidentit duke shkel afatin kushtetues sikur që ka ndodhur.